të dashur miq, kur Saliu ngriti një podium diku këtu dhe premtoi një hidrocentral me mira vende pune. E pastaj bashkë me podiumin e me Saliun iku edhe hidrocentrali. E asnjë vend pune nuk u hap. Përkundrazi, mbeti në vend podiumit e Saliut kropa e madhe e një gënjeshtre, si mira e miliona gënjeshtra që Saliu shpërndan si tym në gjithë Shqipërinë. Sepse mendon që sa më të varfër e sa më të papunë t'jen njerëzit, aq më shumë i besojnë gënjeshtrat. E sa më të mëdha t'jen gënjeshtrat, aq më shumë njerëzit hutohen e vënë mbas Beriajit. Por në 8 maj, qytetarët dhe qytetarët e këtij vendi do të tregojnë me fuqinë e votës tyre se janë të neveritur nga kjo politikë e mbrapsht, e vjetër dhe e pabes, gënjeshtrash, shpifjesh, e mbi gjitha kustarish e matrapazlogjesh të pa tolerueshme. So you call this your free country? Tell me why it costs so much to live. Kanë kaq vite që ju mbysin në gënjeshtra, e është koha që t'i mbysni me vota. Tell me why this world can turn me down, but I won't turn away. Shihni qytetet dhe fshatrat e qeverisura nga Saliu. Shihni çka bërë Saliu i Gramshit këtu në këto vite. Mirë që nuk ka bërë asgjë për Gramshin, por më keq akoma, ka qëndruar këtu në kurriz këtij populli si një bajraktar për të kallur frikën, për të kërcënuar mësues, për të kërcënuar në punës, për t'i mbajtur njerëzit lidhur pas varfrisë e pas papunësisë, duke i ndarë në blu e në roz, në tanët e në tatyre, me ne o kundër nesh, në të gjithë atë rrugë qore, atë rrugë të verbër pa shpirtësie, mlefi e dasie, ku Saliu e ka futur këtë shoqëri, dhe nga e cila kjo shoqëri do të dalë duke filluar nga 8 maj, për të vetë me rrugë, për rrugën që i bashkon njerëzit, që i bashkon shqiptarët, duke vënë mbi flamujt e partive flamurin kuqezi të Skënderbeut, të Ismail Qemalit, të heronjve të luftës, të gjitha tyre që dhanë çfarë mundën për na e lënë pas si amanetin e tyre këtë pasurit përbashkët që quhet Shqipëri, dhe cilën ne kemi misionin ta shpëtojmë nga kthetrat e një regjimi kusarie e matrapazllëku. This world cannot bring me down. No.